Brenda partive të vogla, në këtë as për flasim për Partinë e Drejtësisë, momenti që marrin vota, në fakt, sa për të sqaruar, sot moran informacion ekstra, sepse unë kam akuzuar jashtëzakonisht shumë vetëvendosjen, e cila kur ka hyrë në koalicione me listën Guxo dhe alternativën, s'pja vendos iniciale, do thotë. Nuk ka respektuar. Nuk s'pja respekton. Dhe sinqerisht më ka penguar jashtëzakonisht shumë. E sot po delën një rast tjetër, që pas ka... LDK-ja ka kopju VV-n? Në fakt, VV-ja pas ka imituar LDK, si që tha... Po LDK-ja të njëjtën, dashmos ta reduktojnë. E para është lëvizja vetëvendosur. LDK-ja ka garu... LDK-ja gjithmonë i ka vu akronimet e partive. Jo, kësaj radhe se kanë marrë... Kjo është e dëmshme. Kjo është e dëmshme. Mos me respekt. Por foli për kohën kur ka bashkëpunuar me Partinë e Drejtësisë. Gjithë respekti e mirë kuptoj që është shumë mirë, vërtet është shumë mirë, reaktivizimi yt politik. Personalisht mendoj. Dhe tash, është shumë mirë që jemi një subjekt ku mundësit janë për dalë fitus. Minimalja... Por, pse është një gabueshme që Zotja Agani ka pranuar ofertën e LDK-s që këta t'jenë pjesë e listës LDK-s pa akronimin e tyre? Ka qenë ftesë Partisë Drejtësisë. Pasur Jo mu. koalicioni për familje. Jo Partia Drejtësisë, koalicioni për familje. Koalicioni për familje, të cilët deshte, pa KKR-ja, po pa ka shumë e njëjta natyrë është edhe veprimtarisë politike, edhe mitësisë e familjarizmit e krejt që kanë këta njerëz që kanë qenë bashkë. Ka bashku diçka. 4 muaj aktivizëm, edhe 20.000 vota vërtet nuk janë pak. Sepse pa ka shumë... Gjithë dhe thasë janë edhe shumë. Kush? Nëse ajo menimi ti e... Jo, në thash nuk janë edhe shumë. Janë vetëm 4 muaj, sepse janë njerëz jo, vetëm diçka. Kanë një veprim. Marr parasysh këto. Vetëm një gjë. Sot, po të dali, siç e kam thënë në vazhdet, lista Guxo, ose Partia Guxo, të dali e vetme, njëjtë ka për dalë, mos më thonë më keq. Por duke qenë pjesë e një kupoli më të madhe... Është ideja, ta maksimizojnë votën. Kemë përfaqësuar maksimalizojnë vota, dhe shumë normale janë mbledhur gjitha akterët. Më pëlqeu që e në fillim secili ka dhënë kontributin tash. Po tishit vetë, do të ishit sa vota keni. Duke qenë grup, secili e merr të mira dhe të këqijat e atij koalicioni. Por mendoj që një leadership është e vërtet se 7 vite i ke pasur duart e lidhura, dhe vërtet është fakt kjo, se 7 vite ti ke shuar komplet aktivitetin tënd politik. Figurativisht. Komplet. Figurativisht. Jo, nuk ka qenë aktiv. Edhe realisht. Jo, duart e lidhura figurativisht. Po, duart e lidhura patjetër, të jemi të korrektë. Figurativisht, po, jo. Por fas si kum pas asnjëherë të lidhura. 27 vite. Do thotë karrierë politike e Partia e Drejtësisë. Janë për pluralizëm politik, të ketë sa më shumë përfaqësim politik, sepse po të kishit qenë, pyetje që do ta bëja direkte në fakt. Po të kishit qenë Partia e Drejtësisë ose koalicioni për familje, pjesë e Parlamentit të Kosovës, me kalu, besonim që edhe matematikat kishin ndryshuar edhe në mënyrën e koalicionit, edhe mbase edhe procesit të votimit. Sigurisht që po. Kjo kredi hipotetike se s'ka ndodhur. Sigurisht që po. Prandaj tham janë për pluralizëm politik. Por kur po shuhen, tash po donë në 3 partitin 4 eventualisht, AK-ja aty këtu, do të thotë që po janë 4 partitë. Është fazë tranzitore. Tranzitore. Është fazë tranzitore, edhe AK-ja është në njëjtin... Edhe AK-ja është në njëjtën situatë si PD-ja, në listën e LDK-s, tash jemi në njëjtën situatë. Do të thotë e kem pranu që me qenë ftesa që ju ka drejtu Partisë Drejtësisë nga kryetari i LDK-s. Po ty kishte drejtuar Partisë Drejtësisë. Ai kishte marrë koalicion. Ju nuk ju ofruat LDK-s, ata bën ftesë juve? Kryetari i LDK-s ka bë ftesë publike, e ka ftu Partinë e Drejtësisë për me u bashku në garë politike. Dhe na kemi pranuar. Se me shku, do thotë ky një nga bashkëpunëtorët e juaj, zoti Ramani që shkoi te Partia Demokratike e Kosovës. Përpara. Pak para, do thotë LDK ka bërë ftesë para sa ai të shkojë. Me ju thon drejtën, ai ka bërë ftesën për zgjedhjet e 9 shkurtit. LDK. Ka bërë ftesën personale. LDK. Si kryetari i LDK-s. Po unë atë ftesë e kum refuzuar në atë kohë. Sepse është me formu koalicionin për familje. Dhe kum punu për koalicionin për familje, këto ja kum spjeguar edhe kryetari i LDK-s që e ka kuptuar plotësisht. Edhe asnjë problem se kem pas në atë aspekt. Jeni larg në këtë pikë. Urdhoni? Jem rahat në këtë pikë. Jo, LDK-ja dhe... LDK-ja dhe PD-ja nuk janë larg. Në punën për çështjen e familjes edhe... Një pikë, bre, një pikë është e çështja. Jo. Çështja e kodit e familjes dhe pikën që ju keni pasur si kauzë kryesore, edhe LDK-ja ka pasur. Do thotë në plan programin e saj. Është shumë e ngjashme. Po, në mas madhe. Unë e thash reformën shëndetësi, mos e anashkaloni. Tash po shut kjo kauza, apo jo? Cila kauza? Lëvizja për familje, kodi... Jo, lutem, po a thash, neve na bashkojnë 2 gjëra me LDK në aspektin politik dhe në këtë garë politike, do të japim kontributin maksimal. Te çështja e familjes,
dhe fuqizimi Ministrisë Familjes, që të dy partit e kanë në program, dhe të reforma shëndetësisë. Reforma shëndetësisë është ajo që ka me dallu LDK-n si listë zgjedhore për gjitha listave tjera zgjedhore. Asnjë listë zgjedhore tjetër